make someone's day. Një fjalë mirë, një compliment, një falënderim që njeriu t'ia bëj dikujt që me të vërtet e ka lënë punën e tij ose i ka prishur planet e tij, vetëm që të jetë në shërbim të komunitetit, ajo është një punë e madhe. Ne shqiptarët e kemi këtë problem që asnjëherë nuk e vlerësojmë punën e dikujt që e bën. Edhe ne nuk e lavdrojmë njeriu sa është gjallë, po ne e lavdrojmë njeriu pas vdekjes. Po burri mirë ka qenë, filani ka qenë kështu, po pse kur një kompliment s'ja ke jap sa ka qenë gjallë? Mi tregu që sa i rëndësishëm është ai njeri. Punën që e ka bërë për komunitet, punën vullnetare, për xhami, për çka do qoftë, ne nuk i përmendim ato. Nganjëherë ju e dini që njerëz që janë të zënë në komunitet, qoftë unë ose këshilli ose secili prej juve, nganjëherë edhe pse lodhemi, kur e ndëgjon që dikush do thot e vlerëson punën tënde, atëherë it keeps us going. It motivates us. Neve na jep energji, na jep vullnet që të punojmë më shumë. Se ne njeriu si njeri, Zoti na ka krijuar që të vlerësohemi për punën tonë. Kur njeriu nuk vlerësohet, pastaj atij hup edhe vullneti. Pastaj atij hup edhe dëshira që të punojmë më shumë për komunitet. Kështu që unë do të filloja sonte që njerëzit e parë që dua t'i falenderoj gjatë këtij muaji të shet Ramazanit, që unë i konsideroj ata njerëz të jenë edhe heronjt e komunitetit ton, janë nëna tona, gratë tona, motra tona. Çdo natë ose çdo mëngjes që kujdesen për neve, që përgatitin ushqim për neve, unë vetëm pja jap një lajm të mirë atyre. E posaçërisht ato familje të cilat me të vërtet kanë agjëruar. Një nën ose një grua, e cila e ka ushqyer vetveten e vet me iftar. Edhe me atë e ka ushqyer edhe 2-3 veta që kanë agjëruar, antarë të familjes. E dini që për çdo person që ajo e ka ushqyer iftarin, e merr sevapin sikur ka agjëruar edhe një ditë më shumë. Para mendon që ose 3 antarë të familjes agjërojnë, edhe ajo nën, ajo grua ka bërë ushqim për ata 3 njerëz, asaj njihet sikur ka agjëruar edhe 90 ditë shtesë përveç agjërimit të vet të cilën e ka bërë. Pejgamberi selam na ka thënë, bane mend këtë fjalë. Një njeri i cili nuk din të falenderoj tjetrin, ai nuk din të falenderoj edhe Zotin. Pra njerëzit më shumti që ne duhet t'i falenderojmë janë nënat tona, ata që i kanë gjallë, gratë tona, motra tona që kujdesen për neve 24 orë. Pra ata janë heronjt e komunitetit tonë posaçërisht gjatë muajit shet Ramazanit. E lutem Allahu subhanahu wa taala që të shpërblej ato me çdo të mirë në këtë botë edhe botën tjetër, ya Rabbal Alamin. Gjithashtu, alhamdulillah, me juve që keni ardhur këtu çdo natë, disa më shpesh, disa më rrallë, besoj që kemi kaluar mirë me njëri tjetrin, edhe besoj që do të vijë momenti kur Ramazani do të përfundoj, ne do të na merr malli për njëri tjetrin. E ke pa njeriu kur takohet çdo natë, edhe respekti edhe dashuria shtohet për njëri tjetrin. Edhe kur përfundon Ramazani, posaçërisht nata, do thot dita e shtunë, nata e ditës së shtunë, kur ne nuk vimi në xhami, duket sikur diçka është e munguar, është mangu, pse se jemi mësuar të vim këtu çdo natë. Kjo është diçka, edhe kjo është një atmosferë që vetëm Ramazani mund t'ia sjellë këtë lumturi njeriu. Ata të cilët kanë agjëruar me vështërsi që ka pas Ramazani, me ditët e nxehta që ka pas, apishe me vujtjet që i kemi pas gjatë agjërimit, kemi punuar, kemi kështu, mirë po ajo kohë, krejt ato vujtje harrohen me përfundimin e Ramazanit. Është ashtu? Ato vujtje zbahen men. Edhe kështu Allah e shpërblen njeriu për ato të mira që ai bën vetëm për hir të tij. Për ata të cilët nuk kanë agjëruar, inshallah Zoti i fal edhe ata edhe neve, ya Rabbal Alamin. Ne jemi krenar
me komunitetin ton që kemi këtu, që alhamdulillah 27 net kemi kaluar bashkë pa asnjë problem, pa asnjë incident, vetëm me respekt, me fjalë të mira, është diçka që unë e çmoj se njeriu kur e ka edhe xhamatin, komunitetin e mirë, atëherë ai ka dhe vullnet bëj më shumë. A është ashtu? Kur njeriu e ka njerëz para tij që nuk ja vlen, atëherë ai priton edhe të shkojë ta kryej punën e tij. Kështu që elhamdulillah kemi kaluar shumë mirë, edhe ndonjë fjalë ose ndonjë shaka që unë e kam bërë që dikush prej juve është ofenduar me qëllim ose pa qëllim, e lutem Allahun që të na fal, më fal mua dhe t'ju fal juve, edhe unë ju lus të gjithë juve qofse kam ofenduar dikën, ma bëni hallat me falni, qofse dikush me ka ofenduar me qëllim ose pa qëllim, këtë natë madhe të kadrit jeni të gjithë falur nga unë për hir të Allahut subhanahu wa taala. Diçka që gjithherë kam dëshirë ta veproj, posaçërisht në muajin e shejt Ramazanit, është ajo vllazëria që e kemi ndaj njëri tjetrit. Respekti, vllazëria, se është diçka që vllazëria nuk është vetëm njeriu që e ka dikon vlla prej nëne ose prej babe. Vllazëria në komunitetin ton edhe sipas fesë tonë është shumë më e madhe se sa vllain që e ke nga babai ose nga nëna. Se njeriu kur e don një njeri tjetër pa interes, vetëm për hir Zotit e don një njeri, ai është shumë më i afërt për ty se sa një kazën ose një vlla ose dikush që është interesgjir ose që nuk ta don të mirën. A kemi të tillë? Kemi të tillë fatkeqësisht plot kemi në komunitetin tonë. Kështu që pasi është edhe nata e madhe e kadrit Night of Power, kisha pas dëshirë që të gjithë neve këto momente, pasi është nata e kadrit, është nata e mëshirës, nata e faljes. Njëra prej emrave të natës kadrit është një natë që Zoti e fal njeriu. Pejgamberi sa më ka thënë, ai njeri i cili e ndjek natën e kadrit. Ne jemi mbledhur këtu për këtë arsye, apo me qëllim që me fitu sevapin prej Zotit, të gjitha gjunat e kaluara Zoti i fal. Inshallah Allahu na fal gjithë neve, se për këtë arsye jemi mbledhur këtu. Mirë po, siç e kemi përmend edhe në ligjëratat tona, gjatë këtyre netve, qofse dojmë që Zoti me na fal neve, atëherë ne do të gjithashtu me fal njëri tjetrin. Për hir të Zotit. A meriton, nuk e meriton, nuk ka rëndësi. Kështu që prej mënyrave më të mira si ne si komunitet që jemi këtu, është që ne me shpreh atë dashurinë edhe respektin që e kemi ndaj njëri tjetrit. Pejgamberi selam na ka thënë, kur e don dikën, kur e respekton dikën, thuaj atë. Thuaj, "O Naim, të kam shok." Edhe qofse ti e ke shok, thuaj atë. Nuk ka asgjë të keq që e don një njeri pa interes. Inshallah këtu jemi krejt për atyre që ne nuk kemi ndonjë interes për njëri tjetrin. Interesi jonë është që ne të jemi bashkë, që të falim një namaz bashkë, që të ndrojmë një mohabet bashkë, se këto na mbeten. Zoti na ruaj në Ramazanin tjetër, siç e kam përmend dikush, ndoshta prej neve nuk do të jetë prezant. A është ashtu? Si Ramazani kaluar kemi njerëz që nuk janë me neve këtu. Edhe çka i mbajnë mend për atyre njerëzve që në Ramazani kaluar kemi bërë muhabet, kemi fal bashkë, i kemi bërë këto gjëra bashkë, domethënë kemi kaluar një kohë së bashku. Këto memories, këto fjalë vetëm mbeten. Asgjë tjetër nuk mbeten. Krejt sa ka lënë njeriu së ka punuar, as kujt si intereson sa kam punuar unë. Intereson vetëm një respekt, një fjalë e mirë. Kështu që ju kisha lutur të gjithë juve që për momentin mos zgju krejt në këmbë, edhe me gjetë një njeri next to you, edhe me ka për qafe, to hug each other, vetëm se jemi komunitet, jemi një popull që e dojmë e respektojmë njëri tjetrin. Pra, I would like to ask everyone to stand up and find the person next to you and just give him a hug for no particular reason, only because we love each other. Thank you.
Hajde inshallah me thirr, gjitha pirat, gjitha, Allah I serve brother. All the best, brother. All the best. Danny. Hajde. Për mirë. Kaplar është emri I madh. Xhamit. Absolutisht, inshallah për përpjet. Hey, brother. Love you. Good seeing you. All right, can we settle down now? I hope I think now the test is going to take half an hour derisa të përqafojnë njëra tjetrën në muhabet. Allah sevap të gjithëve inshallah. Inshallah Allahu na ka bërë kabul. Inshallah Allahu na bëj për atyre të cilët me të vërtetë jemi falendërues që e kemi njëri tjetrin, se mbane mend. Xhamia nuk është xhami e cila nuk ka xhamat. Xhamia është vetëm ndërtesë, qofse nuk ka popull. Kështu që çdo send në komunitet, çdo send që ne e bëjmë, qoftë ajo martesë, qoftë ajo funeral, avarim, asgjë nuk bëhet pa popull. Populli e bën edhe gjërat që janë të lumtura si martesa, po edhe ato gjërat që janë të mërzitshme, çdo send bëhet me popull. Kështu që ne duhet të jemi falendërues që e kemi njëri tjetrin, të jemi falendërues që ta mbajmë njëri tjetrin, edhe t'i japim një mesazh të fortë edhe fëmijëve tanë që I kemi këtu prezent, që by the way, unë dua t'i falenderoj edhe studentat që I kemi, disa prej tyre që janë këtu mashallah në first line. Unë jam very proud of them, për fëmijët tanë që vinë, mirë po I kam premtuar diçka atyre që sante e kam edhe duhet ta përmendi. Për arsye që kanë ardhur në klasat për çdo Saturday, për çdo të shtune, edhe prindrit e tyre që I kanë sjellur, unë I kam 2 lutje për juve, mirë po këtë e kam bërë edhe vitin e kaluar, mirë po më duket se keni mbajt fjalën shumica për juve. Tash ju tregoj pse. E para është për gratë tona, nënat tona, qofse jeton me nën edhe me grua, ose vetëm me grua, ose me motër si e ende martuar, unë mendoj që kush do qoftë ajo që është kujdesur për neve gjatë Ramazanit, unë mendoj që ato e meritojnë një dhuratë. Nuk po thëm Louis Vuitton bag, atë diçka ma të vogël, a kupton? Up to 5,000, a din?
now you're going to promise me që ju do bëni një gjë të tilla, po? Edhe të njëjtën kohë, s'ka që i ndalë tezët tash me ato $5,000. At the same time, e kam një lutje edhe për fëmijët tanë që me të vërtet kanë qenë shumë të sjellshëm, të cilët kanë mësuar edhe për fe, edhe për gjuhë, edhe për kulturën tonë, edhe ata meritojnë një shpërblim from the parents of their choice. Çka do diçka me zgjedh, jo të madhe, po që ne të jemi falendërues që ata na ndëgjojnë edhe të cilët janë duke shkuar rrugës si duhet. Diçka do të më përmend edhe mu lidh me këtë. Pasi është edhe Bajrami, pas 2-3 dite që kemi në ditën e diele, unë kam përmend edhe në social media diçka që kemi disa prej antarëve të familjes, djalë qoftë ose vajzë, e cila është martuar me një komunitet tjetër, qoftë ai musliman, lebanez ose ku ta diun, ata bëjmë Bajramin një ditë tjetër, ne bëjmë një ditë tjetër, disa kanë Bajramin të hënën, siç e dini, disa kanë Bajramin ndoshta edhe të martën. Edhe shumë telefonata unë kam marrë sot, edhe dje, kanë thënë gruaja ime nuk është shqiptare, edhe familja e saj e ka Bajramin të hanën. Nëse ne si shqiptare kemi të dielën. Tash ata i kanë filluar disa mos pajtime, po atë shkojmë si mbas tyre, si mbas neve, ose qështë jo, me fenë islame është që qofse një grua martohet tek ne, tek komuniteti jon, ajo duhet me ndjek atë ditë që burri e feston, që komuniteti jon e feston. Qofse një vajzë e jonja martohet e ata, atëherë ajo duhet me ndjek si ata e festojnë. Kjo është me rëndësi. Mirë po, është me rëndësi që ne me qenë të bashkuar. Mu me kanë thirrë edhe nga Adelaide sot, nga vende tjera shqiptarë që fatkeqësisht nuk kanë xhami, nuk kanë komunitet, edhe nuk e din edhe kur është dita e Bajramit. Edhe me pyeten kur është dita e Bajramit, a është sot se ata i shohin arab që i kanë afër aty ose një komunitet tjetër, a pshet çfarë rëndësie ka një komunitet me pas xhami? Se ata që s'kanë xhami ku shkojnë? Ose shkojnë të turqit, ose të arabt, ose bosnjak, ku ta dion, edhe nuk kanë komunitet, nuk janë bashkuar, nuk din kur është Bajram, nuk din kur është Ramazan, nuk kanë ku takohen me njëri tjetër. A din sa me vlerë ka ata njerëz që e kanë bërë këtë xhami? Ju ndoshta nuk e dini, ose disa e dini, vlerën që ka ky objekt, kjo xhami, që është bërë sebeb që ne mbledhemi këtu sot. Para mendoje që mos të kishte xhami këtu. Dikush kishte shkuar te arab, dikush te bosnjak, dikush atje, ndoshta kur si shime takuar me njëri tjetër. Ndoshta kur si kishime bërë klasat e fëmijëve që i kemi këtë xhami. Mirë po fal atyre të cilët e kanë bërë këtë xhami, e lut Allahun të shpërblej ata që janë ende gjallë, edhe ata të cilët kanë vdekur, inshallah Allahu ja bën këtë xhami sebeb që të shkojnë në xhennet ata dhe familjet e tyre, ya rabbel alamin. Pra, kur është pyetje Bajrami, vëllezër të nderuar edhe motra, gjithherë ju kam thënë, shoqër Zotit, Bajrami këtë vit ose këtë Bajram është ditë e diele, kështu që nuk ka arsye, ndoshta pak a shumë pse njeriu mos shkon në Bajram. Mirë po edhe kur qillon ditë e punës, ne pasi e bojmë këtë si shqiptar që jemi, ne e dimi që Bajrami tjetër që do vjen është pikërisht me këtë ditë. Prej tash e dim. Edhe njeriu mund ta bën plan prej tash që atë ditë ta bëj day off. Pse që ta kalojmë atë ditë me familje, që ta kalojmë atë ditë me komunitet së bashku. Një ditë nuk të bën as më të pasur, nuk të bën as më të varfër. Punove apo nuk punove. Këshilla ime për juve është që këtë ditë ta kalojmë, se me të vërtet unë po i frigohem diçkaje, edhe unë përmendi këtë si familje që ju kam juve, që vizitat me njëri tjetrin nuk i kemi askon. Fatkeqësisht. Ju e dini që ju që keni ardhur më herët, ndoshta tëri një kanë të pasur një farë niveli së bashku, edhe xhelozi ka pas më pak, inati ka pas më pak, edhe
s'keni punuar të dielën ose të shtunën ku ta diun, kështu që keni kaluar zbashku. Fëmijët tanë, neve që jemi më të ri, nuk ka vizita, as nuk vjen askush, as nuk shkojmë askush. Kjo është diçka që neve duhet na bëjë të mendojmë që nëse ne jemi kështu, çka do ndodh me këta fëmijë kur të rritë. Ndoshta as nuk do ta njohin njëri tjetrin. Kur këta nuk e njohin njëri tjetrin, atëherë do të shkojnë edhe do të martohen me njerëz tjerë. Edhe kështu komuniteti do të fillon edhe do të zvoglohet aq shumë që kjo xhami Zotin e ruaj do të mbetet vetëm si ndërtesë, po nuk do të ketë komunitet brenda. Prindrit tanë na kanë mbajt neve zbashku, kanë sakrifikuar, na kanë marrë, kemi vizituar kazën sa ta, halla, teza, daj, çka do që keni. Tash është obligimi juaj edhe joni që jemi kjo gjenerat, që edhe ne këta fëmijë i marrim, që këta ta dinë se këne kanë daj, këne kanë hall, këne kanë teze, këne kanë kazën, këne kanë pse që dhe ata të vazhdojnë të ardhmen njëjtën gjë qysh e kemi vazhduar deri këtu. Në dy, sa i përket fëmijëve, bane mend se po foli më shumë shqip, is that okay? Bajrami, unë e kom qef që për fëmijët tanë me qenë special. Ju e dini që fëmijët tanë shkojnë në për public schools. Apo? Kanë këta qashtash, kjo festë atyre Easter, Christmas, kjo ku ta diun, edhe atje ata shkojnë festojnë, blejnë dhurata fëmijëve, you know those gifts for the kids, those stockings, ku ta diun. For us Albanians and for us Muslims, we have our own festivals. And that is Bayrams that we have, Eids. So what I do with my family and my kids, and I want you to encourage you to do the same, I want my kids to look forward to every single Bayram. So I make sure we put extra effort with my wife to wrap up gifts and whatever, we spend some money, but it's worth it. Trust me when I say this. Because when they get those gifts, next time they will say, Baba, when is next Bayram? Because they know what they will get. You understand? So we don't want our kids to miss out and say, you see these kids for Christmas having this, e bëjnë këtë, edhe ne kemi dëshirë që jetojmë një event të huaj, si që është Australia, pra ne duhet që dhe fëmijëve tanë mi ofruar diçka që ata nesër kur të rritën me thanë, se kam patë këtë, se kam festuar këtë edhe këtë. Kjo është përgjithësi e jonja si prind që jemi në këtë vend. Pra, vëllezër të nderuar dhe motra, prindrit tanë kanë ardhur në këtë vend që na japin neve një jetë më të mirë. Unë kam marrë sikur këta gjenerata, s'kam pas as babas nën këtu, vetë kam filluar from zero, from scratch, edhe di how much effort I'm putting for my kids to raise them properly. E pse di se unë ja besoj këta prind të juve që kanë ardhur prej overseas, what they have done for you guys. I know because I'm going through that myself. Edhe krejçka, what we want in return është respect, nothing else. Respect and to go the right path. Se ne kur e dim që fëmijët shkojnë rrugë gabuar, and then we'll question ourselves, have we done the right thing by coming here? Ne kemi ardhur që të kemi një jetë më të mirë, jo një jetë më të vështirë, kur fëmijët shkojnë rrugë gabuar, marrin gjërat, Zoti na ruaj, bëjnë gjërat të ndryshme. Edhe kush i shpëton ata? Ne së bashku. Ne kur e shohim dikën që ka dalë pa nga rruga, ne duhet të gjithë së bashku me ndihmu atij personi, me ndihmu asaj familje. Not to make things worse for them. No, ati fëmijës me thonë, hajde ti, you hang out with our kids. Edhe dal ka dale, ai pastaj vjen këtë rrugë. Vetëm kështu ne mujmi me ecë përpara, vëllezër dhe motra të nderuara.